Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish në këtë orë të vonë me mua Tirona Lilin për të bërë një kronologji të ngjarjeve që kanë ndodhur ditën e sotme. Me patjetër që do t'i komentoj të gjitha në mënyrë të detajuar, por doja të pozicionohem në një ngjarje që në fakt më ka tërhequr shumë vëmendjen dhe nuk e kam pritur që Stenaldo të eskalon nga vetja në këtë mënyrë dhe të bie në ofendim në nivel të rënd në fakt të ofendimesh, ashtu siç edhe Rogerti ka bërë gjatë gjithë kohës me qëndrimin e tij në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Në ditën e sotme ka patur një dinamik të madhe, një grindje shumë të nxehtë midis Stenaldos edhe Rogertit. Domethënë grindja nisi në fakt që në verandë ku Stenaldo, pas të gjitha ofendimeve, e preku Rogertin në një pikë duke i thënë që urroj që edhe ti ta rrisësh djalin tënd ashtu siç më ka rritur nëna ime mua, jo ta fusësh djalin tënd në dhe. Tani, kjo fjala e thënë nga ana e Stenaldos, që tashmë është bërë shumë virale, normalisht që nuk është për ta duar trokitur, sepse në fund të ditës, dhimbja më e madhe në këtë Big Brother është që këto banor mundohen që të përdorin lojën e të tjerëve, apo konkretisht mundohen që të përdorin familjarët brënda në shtëpinë e Big Brotherit. Tani, Rogerti nuk është fare pa faj në këtë pikë. Banori i parë i cili ka hyrë në shtëpinë e Big Brother dhe ka luajtur me kartën e familjarëve është pikërisht Rogerti, dhe kjo është më se e vërtet. Nëse ka banor që ka ofenduar, që ka cënuar, që ka denigruar banorët në kuadër të familjeve të tyre, është Rogerti. Rogerti ka sjell informacione, Rogerti ka sjell familjarët, Rogerti ka folë për familjarët. Por, duke e ditur që Rogerti e ka thënë disa herë që çunin tim e kam pikën më të dobët, Stenaldo ja tha këtë fjalën që ta prekën aty ku më së shumti në fakt i dhëmb. Debati eskaloi normalitetin, kërcënimet, ofendimet, një lloj gjuhe që unë realisht nuk dua që të besoj se kjo është pasqyra e shoqërisë tonë shqiptare, kjo është pasqyra e kulturës tonë shqiptare, sepse shpesh herë Ledioni thotë që ajo që ndodhen aty brenda është pasqyra e shoqërisë jashtë. Unë këtë nuk dua ta besoj. Në qoftë se në të vërtetë kjo qen ka pasqyra, atëherë ne si shoqëri pas kemi marrë krejtësisht fund, edhe nëse kemi një pikë shprese, ne pas kemi marrë fund. Të arrijë njeriu të prekën deri në këto limite, ku më pas, në momentin që ato u futën në pjesën e arenës, edhe bënin sfidën nga vllau i madh, Stenaldo dhe Rogerti patën përsëri përplasje me njëri tjetrin, dhe përplasja ishte edhe më e dhimbshme, sepse pas të gjitha ofendimeve që Stenaldo e quajti Rogertin bastard, që realisht bastard nuk është fjalë e bukur për të përdorur, është fjalë e nivelit më të ulët, dhe një njeri i lexuar, një njeri i zgjuar, një njeri i shkolluar nuk mund të përdorë një fjalë të tillë. Do të thënë, unë nga Stenaldo kam menduar që Stenaldo do të jetë fituesi i këtij Big Brotherit sepse do të vlerësohet intelekti, por Stenaldo nuk e di se çfarë ndikoi tek ai që të binë në këtë nivel dhe të përmend një gjë shumë e vlerë, do të thënë djalin e Rogertit, që në fund të ditës Stenaldo e di shumë bukur se sa e ka vuajtur ndarjen me vllaun e tij dhe çfarë vlere ka fëmia. Tani Rogerti bëhet edhe më i turpshëm, që në fakt unë nuk habitem fare nga Rogerti, unë e pres nga Rogerti që të bënd këto veprime, duke ofenduar Stenaldon me faktin që unë e njoh babain tim, po ti a e njeh babain tënd? Tani, është e bukur kjo gjë kur ti e din shumë bukur që ai do me thënë e tregoi linjën e jetës së tij, dhe Rëfeu që nuk kishte patur fatin që ta njihte kur të jatin, nuk kishte patur fatin që ta prekte kur të jatin, nuk kishte patur fatin që ta ndjente ndjesin e babait, dhe nëna e Stenaldos është detyruar në jetën e saj që të bëhet dhe baba
edhe nën që me forcën e saj të mundohet të mbush zemrën e Stenaldos. Do me thënë, Rogerti është aq i ftohtë në shpirt sa që të përmendën dhe këtë pikën. Edhe më e keqja tani cila është, do të thënë ofendimi më i keq. Ofendimi më i keq është ky, që Rogerti i kthehet Stenaldos që ti dëshiron që për gjuna ta fitosh Big Brotherin, që gjas me ti je i verbër dhe dëshiron që për gjuna me verbërin tënde të fitosh Big Brotherin. Unë mendoj që ofendimet kundër drejt Stenaldos nuk takojnë vetëm tek Stenaldo, por dalin përtej saj. Do me thënë takojnë në një komunitet shumë të veçantë që ne duhet të jemi tepër të zgjuar se çfarë të flasim për këtë komunitet. Unë mendoj që Stenaldo, pa marrë parasysh që është një banor i asaj shtëpie ndryshe nga të tjerët në kuptimin që është i verbër, nuk lufton që të merr çmimin me gjuna. Por ai ka dëshmuar që ka një zgjuarsi të papar, ka dëshmuar që ka një lloj strategjie interesante, ka dëshmuar që ka një artikulim që realisht tek banorët e tjerë nuk e gjen, ka dëshmuar që është i kujdesshëm dhe më vjen shumë keq që Stenaldo ra në këtë nivelin. Unë e shoh që loja potencionohet jashtëzakonisht shumë dhe produksioni nuk merr masa një herë për gjithmonë që t'i ndalon këto fenomene që të ofendohen familjet, por duke jetuar në kohën e klikimeve dhe duke jetuar në faktin që ne duhet sa më shumë të ofendojmë, sa më shumë të denigrojmë njëri tjetrin, sa më shumë të poshtërsojmë njëri tjetrin, sepse ashtu e do formati dhe ashtu e do Big Brotheri. Unë mendoj që zarfi i zi brenda kësaj shtëpie nuk duhet më të mbëri vetëm për një banor. Zarfi i zi duhet të mbëri për shumë banor të tjerë. Nëse sot e tepron Stenaldo, e tepron Selin, e tepron Mateo duke ofenduar Rogertin, duke ofenduar Juelën, Rogerti këtë gjë është duke e bërë me ditë të tëra, me javë të tëra, dhe këto banor mundohen që të jenë të kujdesshëm dhe deri më sot, të jemi të sinqert, nuk ka njëri që ja ka përmend djalin Rogertit. Tani unë e kuptoj, ju thoni Tiron kjo është e papranueshme. Po, por edhe Rogerti jep deklarata shumë të forta. Për shembull, si e ka idealin pikë të dobët ka dhe Selin, babain e saj. Nuk është e lehtë ti thuash tjetërës në një format siç është Big Brother me 2 milion shikueshmëri në moment, ti thuash që ti e ke babain në burg. Do të thënë, eskalon çdo normalitet, eskalon çdo njerëzillik. Unë uroj me zemër që në prajmin e radhës, do me thënë të diskutohen gjërat dhe nga ana opinionistëve të jepen mesazhe të qarta, dhe mendoj se edhe opinionistët ndonjëherë krijojnë një lloj konflikti brenda shtëpisë, të mundohen që t'i informojnë këto banor se po dalin jashtëzakonisht keq jashtë dhe ta bëjnë atë gjë që duhet bërë, do me thënë nga ky Big Brother, le të marrim atë solidaritetin, le të marrim atë paqen, le të marrim dashurinë dhe jo ofendimet kundër drejt njëri tjetrit.